Greqia shpalli non grata Artan Hoxhën, gazetarët shqiptar protestojnë vendimin. Ditën e djeshme, autoritetet e Republikës së Greqisë kanë shpallur me statusin non grata gazetarin investigativ Artan Hoxha, duke cilësuar të padëshirueshëm dhe kërcënim për rendin publik, duke ndalur përjetësisht për të mos shkelur në territorin grek. Hoxha ka qenë ditën e djeshme duke udhëtuar drejt qytetit Janinës, kur është ndalur nga policia greke e kufirit në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës, në sportelin e policisë kufitare, ku kryhet kontrolli pasaportave për qytetarët që hyjnë në territorin grek. Gazetari Hoxha i është komunikuar se nuk mund të hyjë në Republikën e Greqisë pasi përbën rrezik për rendin publik dhe sigurinë e brendshme të këtij shteti. Asociacioni i gazetarëve të Shqipërisë shpreh shqetësimin dhe proteston për vendimin e autoriteteve të Republikës së Greqisë për të shpallur persona non grata gazetarin investigativ shqiptar Artan Hoxha, duke i ndaluar hyrjen përgjithmonë në territorin grek.